Janë publikuar pamjet e sulmit të deputetit Armen Zemaj ndaj mërgjimtarit në sheshin e Prishtinës pasi ky i fundit e kishte quajtur Renc. Në kohën kur deputeti ishte duke dhënë një intervistë televizive, si Zemaj ashtu edhe mërgjimtari kishin dhënë versionet e tyre të ngjarjes. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Zemaj shpreu keqardhje të sinqertë për incidentin, duke theksuar se reagimi i tij ishte në afekt dhe nuk përfaqëson as bindjet e tij personale, as parimet që mban si deputet dhe antar i LDK-s. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do ta vërtetoj policia, më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson bindjet e mia, shkroi Zemaj në Facebook. Ndërkohë, mërgjimtari Nua Osmani ka dhënë versionin e tij rreth incidentit të ndodhur. Ai tha se është fyer rënd jo vetëm ai, por edhe gruaja dhe nëna e tij. Ndërkohë, policia e Kosovës është marrë ditën e djeshme me deputetin e LDK-s Armen Zemaj, i cili në mes të sheshit e sulmoi bashkëdhetarin nga Gjermania. Zemaj nuk ka qenë i qasshëm, por përmes rrjetit social Facebook ka nënvizuar se kjo do t'i shërbesi mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Ndërkohë, bashkëdhetari Nua Osmani ka dhënë më shumë detaje se si ka ndodhur rasti. Ndërkohë kërkon që deputetët të cilët sillen me arrogancë si Zemaj fyejnë qytetarët dhe i godasin ata, duhet të japin dorëheqje nga posti i deputetit dhe të mos merren fare me politik. Ai më fyeu, unë ju afrova me pyet çka po don, ai u sollunshëm dhe më goditi. Unë prej tij kisha kërkuar që të kërkoj falje të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mua për sjelljen e tij arrogante, të gjitha të tjerat le t'i kryej drejtësia nëse ka drejtësi, thot Osmani. Për të ndjekur procedurat ligjore, tani Osmani ka angazhuar edhe një avokat. Liridon Kutlovci, avokati i tij, theksoi se nga hetimet vetëm do të zbardhet e vërteta. I mbrojturi im do të vazhdojë me të gjitha procedurat ligjore deri në fund, shpreh ai. Rasti ndërkohë është proceduar edhe në polici. Lidhur me incidentin, palët e përfshira janë intervistuar dhe pritet që lënda të procedohet më tutje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, ka goditur me grusht një qytetar në sheshin e Prishtinës. Zemaj ishte duke dhënë një intervistë për një media vendore në momentin kur ka ndodhur incidenti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, vetë Zemaj pretendon se është ofenduar dhe provokuar nga qytetari. Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Sot gjatë një interviste publike ndodhi një situatë e pakëndshme për të cilën ndiej keqardhje të sinqertë. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do e vërtetojmë policia, më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson as bindjet e mia personale, as parimet që unë përfaqësoj si deputet dhe si antar i LDK-s. Në këto raste sulmi dhe fyerje të ulta sigurisht do duhet të ruajë qetësinë dhe dinjitetin në çdo rrethan dhe pavarësisht provokimit, i cili nuk më ka ndodhur kurrë gjatë karrierës sime. Dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim shpreh keqardhje dhe kërkoj falje publike. Kam respekt të plot për çdo person, për çdo mendim dhe çdo kritik, pavarësisht se sa e ashpër mund të jetë ajo. E imja është të mos reagoj me emocione, andaj duhet të më shërbesi mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Faleminderit të gjithëve për mirëkuptimin. Sa kaq deputeti i LDK-s Arben Gashi ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij Armen Zemajt, i cili sot e grushtoi një qytetar në shesh. Dhuna, qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër ndaj përfaqësuesve institucional, duhet të marrë emërtimin e merituar, sepse nuk është vetëm ndaj individit, por ndaj vetë funksionit publik që ai përfaqëson. Në një shoqëri demokratike, kritika është e domosdoshme dhe e shëndetshme, por dhuna nuk ka vend. Armen Zemaj qëndroni pa lëkundur, ka shkruar Gashi. Vetë Zemaj sa kaq kërkoi falje duke thënë se ka vepruar në afekt të vetmbrojtjes.